Po, si që dini, edhe si pas dënave kadastrale, ajo është pjesë e teritorit të Republikës së Kosovës, sa i përket hetimit që po e bëjnë institucionet tona në bashkëpunim me institucionet e sigurisë të shteteve aleate. Ne ende po presim konkluzionin final, megjithatë sa i përket informatave deri tanishme që i kemi nga institucionet e sigurisë, ju e keni parë edhe deklarimin publik të Policisë së Kosovës, por edhe institucionet e tjera të sigurisë e kanë të njëjtin konkluzion, pra që ka qenë brenda teritorit të Kosovës. Mirë po, përtej kësaj, përtej çështjes se ku ka ndodhur, pavarësisht se ku të ketë qenë ndodhur, kjo prapë se prapë është krim, është provokim i rënd dhe është tentim vrasje e institucioneve shtetërore të Serbisë ndaj një qytetari të Republikës Kosovës. Pra edhe sikur kjo të kishte ndodhur diku brenda teritorit të Serbisë, gjë që nuk është e vërtetë, por edhe sikur të kishte ndodhur, përsëri është provokim i rënd në kundërshtim me synimet për paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajonin ton, gjë të cilën Serbia e rrezikon vazhdimisht. Si presidente që nga dita e parë jam vazhdimisht në komunikim me përfaqësuesit e shteteve të Kuintit, por edhe përfaqësues të tjerë lidhur me këtë që ka ndodhur dhe me këtë shkelje të rëndë nga ana e Serbisë, po ashtu përfaqësuesi ynë në Beograd, ambasadori Jashari, ka tentuar disa herë që ta vizitoj të plagosurin, mirë po nuk është lejuar nga ana e spitalit. Informatat që i kemi është që ajo është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Përveç kësaj, institucionet tona janë në komunikim edhe me familjen e të plagosurit, qytetarit ton, dhe po ashtu me të gjithë dëshmitarët të cilët e kanë parë ngjarjen dhe çfarë ka ndodhur. Sa i përket çështjes së dytë të parë, faktikisht që ju e ngritët lidhur me seancën konstituive, siç e dini, i mandatuari i dytë për kryeministër akoma është brenda afatit kushtetues dhe do të mvaret nga deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe nga kryesia e Kuvendit se kur ftohet seanca. Siç e dini, seanca duhet të ftohet brenda afatit kushtetues, pra kanë mbetur edhe pak ditë. Shpresoj që kjo të bëhet sa më parë që të jetë mundur dhe të shohim rezultatin e kësaj seance. Mirë po, unë nuk mund ta paragjykoj. Televizoni publik, mbi 700 punëtor vazhdojnë me mbet pa paga për shkak të bllokadës politike. Çka mundi me bëj këtë drejtim si presidente e vendit? Si presidente e vendit tashmë e dini të gjithë ju në RTK që këtë çështje e kam ngritur në takim me liderët politik, si në takimin e përbashkët, ashtu edhe në takimet të ndara. Kam shprehur gatishmërinë e plotë që në rast se partitë opozitare nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë, atëherë këtë mund ta bëj unë, mirë po duhet të shprehet gatishmëri nga ana e partive që të votohet diçka e tillë në kuvend. Deri tani nuk kam përgjigje në qoftë se ka gatishmëri nga partitë që kanë përfaqësim në Kuvendin e Kosovës që të votojnë. Unë mendoj që është e domosdoshme, mendoj që është e lehtë të kalohet një vendim i tillë. Pra, gatishmërinë e kam që qysh nesër të dërgojmë kërkesën në kuvend. Këto janë çështje që janë të zgjidhshme, mund të bëhet edhe brenda kuvendit me iniciativë të vetë deputetëve. Pra ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje. Dhe përveç pagave në RTK, siç e dini, e kam ngritur edhe çështjen e planit të rritjes, që është mbi 800 milion euro, çështjen e marrëveshjeve me bankën botërore, që është tani në fund të jetorit janë 100 milion euro, por janë edhe mbi 200 milion të tjera në fillim të vitit që mund të humben nëse nuk ratifikohen. Pra po flasim për mbi 1 miliard euro, që është diku 1/4 e buxhetit Kosovës, që Kosova nuk do të duhej humbaste, por do duhej të përfitonte për hir të qytetarëve. Kam folur edhe për zgjatjen buxhetore, ajo bëhet me një vendim të kuvendit, siç e dini, në mënyrë që të sigurohemi që në rast se ka vonesa në krijimin e institucioneve, në rast se nuk ka sukses mandatari i dytë, por kjo çështje i takon partive politike, jo mua si presidente, që të sigurohemi që së paku deri në fund të marsit askush mos mbetet pa paga, njerëzit mos mbesin pa buk mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike dhe ju inkurajoj edhe juve si media që vazhdimisht të bëni presion pozitiv, po e quaj kështu,
partive politike në mënyrë që këto vendime të merren nga ky kuvend, pra nga përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar me 9 shkurt të këtij viti, po akoma s'kan vendosur asgjë. Pra le të vendosin diçka në interes të qytetarëve, sepse shkoi ky vit, së paku bile disa vendime që janë në interes qytetarëve dhe në interes të shtetit le të merren. Faleminderit juve.